إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti, falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allah dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Siç e dimi, imani shtohet edhe paksot dhe imani ka nevojë edhe që të ripërtrihet. Ato që ripërtrin imanin s'ka dyshim që janë veprat që robën afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. E zbusin zemrën, e qetësojnë, e rahatojnë, i japin energji, vitalitet dhe po ashtu e bëjnë zemrën të shëndetshme dhe kjo zemër padyshim që është një zemër e mirë, zemër e bardhë, zemër e cila mundohet që t'i afrohet Allahut azza wa jall. Një prej veprave që e afrojnë robin te Zoti i tij, të e zbut zemrën dhe e ripërtrin imanin është lidhja e zemrës me shtëpitë e Allahut azza wa jall. Shtëpitë e Allahut azza wa jall janë xhamit. Ato janë vendet më të bukura, vendet më të mira në tokë. Nuk ka vende më të pastra se sa xhamit. Ato e ndriçojnë tokën ashtu siç yjet e ndriçojnë qiellin. Xhamit janë shtëpitë e Allahut ku Allahu subhanahu wa taala dha leje që ato të ndërtohen, të përmendet emri i tij dhe po ashtu të luten njerëzit çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje. Allahu thot fi buyutin edhin Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal. Allahu dha leje që ato të ndërtohen në tokë dhe po ashtu që të përmendet emri i tij në të dhe në to besimtar të luten për çdo mëngjes edhe për çdo mbrëmje. Ai i cili është i kapur për shtëpitë e Allahut azza wa jall, padyshim se do ketë qetësi, do ketë rahati, imani i tij do shtohet dhe gradat e tij do rriten dhe gjunat e tij do pastrohen. Ai i cili është i lidhur për shtëpitë e Allahut azza wa jall, Allahu ja garantojnë ati një gjë. Siç erdhi në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili niset nga shtëpia e tij, pastrohet paraprakisht, merr avdes, edhe niset për në xhami që ta kryejë një prej farzeve të Allahut azza wa jall, ai në çdo hap që e bën, vetëm se me njërin këmbë hapin që e bën i fshihen gjunat e tij, dhe me hapin tjetër që e bën, vetëm se i rriten edhe i ngriten gradat e tij. Ata që ecin nëpër errësirë për të shkuar në xhami, do thot në mëngjes, edhe po ashtu për akşam, edhe po ashtu për yaci, let përgëzohen me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili tha përgëzoj ata, të cilat ecin në errësirë për të shkuar në xhami, let përgëzohen ata me dritë të plot ditën e Kiametit. Ai i cili hyn në shtëpinë e Allahut azza wa jall, dhe fillimisht këmba e tij që shkel në xhami, është këmba e gjatë e tij, le ta di se do merr shpërblim, sepse fillimisht para se të hyjë në xhami, kërkoi prej Allahut që t'i japet dyert e mirësisë, e padyshim që lutja e tij me lenë Allahut shpresohet që të pranohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka njeri i cili frekuenton xhamit, do thot njeri i cili shkon nëpër xhami, edhe e fal namazin me xhamat në xhami, vetëm se kur del prej shtëpisë së tij, prej çastit që del, vetëm se Allahu gëzohet me daljen e tij, ashtu siç gëzohet familja me atë që vjen prej familjarëve dhe ka mungu një periudhë të gjatë. Do thot, kur besimtari del nga shtëpia e tij, Allahu me momentin që del, ai prej shtëpisë, Allahu gëzohet me daljen e tij. Ashtu siç gëzohen familjar kur kthehet një person prej tyre i cili ka mungu një periudhë të gjatë. Hyrja e besimtarit në xhami, padyshim që nënkumton që ai do të marrë mirësi edhe shumë të mira prej anës së Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith që Allahu e ka hak ta nderoje dhe ta shpërbleje personin i cili e viziton xhamin. Normalisht kur njeriu shkon dikundi, edhe shkon si musafir, ai i cili vizitohet e ka atë drejt që ta respektojë dhe ta nderojë atë që e ka vizituar, e kur besimtari i viziton shtëpitë e Allahut azza wa jall, atëherë në këtë rast ai është vizitor i shtëpive të Allahut azza wa jall, e Allahu padyshim që këtë njeri e nderon edhe respekton edhe e shpërblen. Ai i cili vjen më herët për në xhami dhe e prit faljen e namazit, s'ka dyshim se është në pritje të namazit dhe shpërblet me lenë Allahut, sikurse do thot me pasprit namazin, e do thot vazhdon që namaz përderisa ai e prit faljen e namazit të tij. Ai i cili drejtohet
në saf edhe lidhet pas imamit, s'ka dyshim që ka ardhur me fal me xhamat, e namazi i tij është më i vlefshëm për 27 shkallë se sa ai i cili e fal vet apo e fal në shtëpi. Kurse ata që garojnë, që të hyjnë në safin e parë, le ta dinë se shpërblimi i tyre është shumë i madh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam madje tha, sikur ta kishin ditë ata se çfarë shpërblimi ka në safin e parë, dhe po ashtu në thirrjen e ezonit, edhe nuk kishte pas mundësi ndryshe që të arrin deri aty, vetëm se nëpërmjet shortit do ta kishin bërë kët. Ata që rreshtohen dhe rreshtimi i tyre është në anën e gjatë, le ta dinë se për të lutën me lek. Normalisht se prej rregullave të safave është që pasi që lidhet fillimisht ose pasi që drejtohet imami, xhamati lidhen pas. Fillimisht fillon në drejtim të imamit personi i cili vjen i pari. Pastaj preferohet me fillu nga e gjatha, për shkak se kështu është rregulli dhe kjo është më e mira, e pastaj nga e majta dhe plotësohet safi, pasi të plotësohet safi i parë, pastaj plotësohet safi i dytë. E ata që rreshtohen në të gjathën për të ka luçe prej anës së melekëve, ashtu si sheri hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse ai i cili vjen edhe qëndron edhe e fal namazin e tij në xhami, pastaj pas namazit qëndron në vendin e tij ku është fal, do thot në vendfaljen e tij, edhe pret që të vijë namazi tjetër për të lutën me lek në vazhdimsi. Ashtu si sheri hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha se melek luten për ndonjërin prej juve përderisa ai qëndron në vendin ku është fal, edhe ai nuk e dëmton qetrin, apo nuk e prish abdesin, e atëre luten me lekët dhe thonë për të, o Zot fale atë, edhe o Zot mëshiroj atë, ai i cili e fal namazin e sabot me xhamat, edhe pastaj qëndron në xhami, e kujton Allahun azza wa xal, dhe pastaj pasi që të lindë dielli, pret edhe 15 apo 20 minuta, derisa të ngritet dielli, atëri i fal 2 rekate. Ky person e ka një shpërblim të veçantë. Shpërblimi i tij është sikur se shpërblimi i atij që e ka kryer një hax, edhe ka kryer një umre të plot, do thotë që ky shpërblimi i tij do të jetë i madh, ai që prezanton në xhami. Dhe qëllimi i tij është që të dëgjojë Kur'an, qëllimi i tij është që të mësojë Kur'an, qëllimi i tij është që të përsërisë, qëllimi i tij është që të prezantojë ligjërat, qëllimi i tij është që të marrë mësim, ta mësojë fenë e Allahut, ta largojë ignorancën, ta shtojë diturinë, le ta di se do të përgëzohet me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: "Fema shema qawmun fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi min inda." Ata që grumbullon me një vend, dhe qëllimi i tyre është që ta mësojnë fenë e Allahut azza wa xal, lexojnë Kur'an, përsërisin Kur'an, e mësojnë fenë e Allahut azza wa xal. Le ta dinë që ata kur prezantojnë atë vend, atyre do të vinë melek, do t'i rrethojnë, dhe poshtu do zbresë qetësia, do t'i përfshijë rahmeti i Allahut, dhe Allahu do t'i përmendë tek ata që janë tek ai, realisht që i bie melek që janë krijesat më të mira tek Allahu azza wa xal. E Allahu azza wa xal tha: "Inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Realisht xhamit i ndërtojnë dhe i mbindojnë ata që i besojnë Allahut dhe ditës së kiametit, wa aqama as-salat wa ata az-zakat, dhe poshtu e falin namazin, e japin wa aqama as-salata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah, e falin namazin, e japin zakatin dhe nuk e kanë frikën askujt tjetër përveç Allahut. Shpresohet që ata të jenë të udhëzuarit dhe në rrugën e drejtë. Elus Allahun që të na bën prej tyre, dhe elus Allahun që të na bën prej atyre që i frekuentojnë xhamit në vazhdimsi. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Lidhshmëria e zemrës për xhamit kupton që lidhja e jote me Allahun është lidhje e sinqertë. Nuk lidhet dikush me shtëpitë e Allahut vetëm se fillimisht zemra e tij e do Allahun azza wa xal. Kur dikush e do dikë, e do edhe shtëpinë e tij ku ai qëndron, e do çdo gjë që ka të bëjë me të. Ai që e do Allahun azza wa xal, e lidh zemrën e tij për xhamit, për shtëpitë e Allahut azza wa xal. Kur zemra e tij lidhet për xhamit, nën kupton që lidhet edhe për namazin me xhamat, nën kupton që lidhet edhe për leximin e Kuranit, nën kupton që lidhet edhe për mbajtjen e ligjëratave ose prezantimin në përderse dhe ligjërata. Nën kupton që ai person dëshiron që në xhamit vijë dhe të pastrohet, nën kupton që ai person dëshiron që gradat e tij të rriten, edhe gjunat të shlihen edhe të i falen. Nuk është qëllimi këtu prezenca jote në xhami, thjesht vetëm se prezencë trupore do të thotë fizike, po qëllimi është që ta arrish diçka, ta arrish imanin tënd, të rrish ambicet e tua, ta shtosh dijen tënde, pastrohesh shpirtërisht nga gjunat edhe nga mëkatet, edhe poshtu më tepër t'i afrosh Allahut azza wa xal. Ai i cili prezanton xhami e përmend Allahun në vazhdimsi, e lartëson, e madhëron, e falënderon për çdo mirësi që Allahu azza wa xal i ka dhënë atij. Pse i vepron gjitha këto? Normalisht i vepron gjitha këto për shkak se ai shpreson mirësi edhe shpreson falje prej Zotit të tij. Përndryshe atëherë pse kishte për marrë në xhami? Pse kishte për me prezantu? Atëherë xhamit nuk kishin për
me u ndërtu, edhe nuk kishte nevojë që ne të grumbullojmë as tolla për mi ndërtu shtëpitë e Allahut azza wa xal. Secili atëherë do të qëndronte në shtëpinë e tij, do e falte namazin në shtëpi dhe nuk kishte për me on xhami. Po xhamit janë shtëpitë e Allahut, janë amanet, edhe atë amanet i madh, ai i cili ndërton, ai i cili mirëbon, le ta dinë se përgjegjësia është para Allahut shumë e madhe, për shkak se nuk është shtëpia e tij, po shtëpia e Allahut azza wa xal. Shtëpia e tij ka mundësi që të jetë më e mira, më e bukura, më ndërtuara, me pamje më të bukur, me pasuri më të madhe, megjithatë kur është mbytyje shtëpia e Allahut azza wa xal, fare nuk i intereson. Vije këtu sikur se me qenë dikun jashtë që fare nuk ka interes për te, nuk ka përgjegjësi, secili prej neve ka përgjegjësi për shtëpitë e Allahut azza wa xal. Mbaz asaj që e mban përgjegjësinë dhe sipas asaj do thotë që e ka statusin e tij. Andaj duhet secili le ta di se shtëpitë e Allahut azza wa xal janë shtëpitë e Allahut, të ngritura me lenë Allahut, ku to përmendet Allahu dhe normalisht që në të lutën besimtarët mëngjes edhe mbrëmje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith kur i përmendi 7 persona që do të qenë në hijen e arshit të Allahut azza wa xal. Njërin prej atyre që e përmendi është personi i cili zemrën e tij e ka të lidhur me xhamin. Person i cili në vazhdimsi ka qenë i lidhur për xhami, për të shpresohet që do të jetë në hijen e arshit të Allahut azza wa xal atë ditë ku 50000 vite do të qëndrojmë këmbëzbathur, lakuriç. Dielli do qetë pak më tepër se 1 kilometër mbi kokat e tona, secili mbi neve do ta ketë vuajtjen e vet, dhe secilit nuk i intereson askush tjetër përveç se veçja e tij, dhe secili thot veçja ime, e a ditë ky person do të jetë në hijen e arshit të Allahut, do jetë në flllat, do jetë në rahati, kurse tjerë do qenë të gjerësitur, edhe do i marrin ato gjersat e tyre sipas gjunave që i kanë bërë në dunjë. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë person i cili është i lidhur për xhamin, tha nëse e shihni një person i cili i frekuenton xhamit, dëshmoni për të se ka iman. Personi i cili i frekuenton xhamit, kjo është dëshmi prej anës pejgamberit Allahut azza wa xal, se personi ka iman, se përndryshe nëse nuk ka iman, ai nuk vjen në xhami. Ti e shef shumë mirë se ka shumë musliman me emër, megjithatë asnjëri prej tyre rrallë që vijnë në xhami, ndoshta një xumë, ndoshta një bajram, por rrallë i frekuenton xhamit. Ai mendon se më mirë është për mu fal në shtëpi, po kjo është gabim. Ai mendon që më mirë është me orë një njoft apo një vit, po s'ka dyshim që kjo është ignorancë. Personi duhet me kuptu një çështje, se namazi është detyrim dhe shtylla e Islamit, e si ka mundësi që mos dëshmojmë për një person i cili frekuenton xhamit se nuk është prej atyre që ka iman, sepse ai realisht e ka kuptuar mirë realitetin e fesë. E di që me ardhen e tij në xhami, shpirti i tij qetësohet, rahatohet, edhe s'ka dyshim që kërkesat e tij që janë fesë edhe që janë dunjos i kërkon nëpërmjet namazit. Andaj, ripërtrinë e imanin nëpërmjet lidhjes së zemrës me xhamit, nuk ka mundësi ndryshe që zemra të zbutet vetëm se nëpërmjet xhamisë. Edhe duhet besimtari ta ketë një parim, se zemra e tij me xhamin duhet që të jetë e lidhur, sikurse peshku me ujin, sepse peshku realisht pa ujë nuk ka mundësi që të jetojë. A ka mundësi një peshk nëse nxjerr prej detit për me jetu pa ujë? S'ka mundësi. Mos bëhet zemra jon sikurse zogu i cili është në kafaz, që me nxip pret momenti që të hapet kafazi dhe tik. Ashtu fatkeqësisht janë zemrat e tona sot. Momentin që jepet një mundësi që ti hikësh edhe mos qëndrosh në xhami, momentin e parë hikën edhe nuk vijnë në xhami. Dhe gjen arsye se nuk ka mundësi dhe nuk munden, por realisht kjo është vetëm se arsye, por niyetet i di Allahu subhanahu wa taala, e Allahu i di se sa sinqerta janë ato zemra. Ebu Hurajra thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, atë ju tregoj për një gjë që i fshihen gjunat tuaja dhe u ngrit gradën, i thon po ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për kryerja e abdesit gjatë vështirësive, bërja e hapave të shpeshta për në xhami dhe poshtë pritja e namazit, prej namazit deri në namazin tjetër, kjo është fortifikat. Abdullah ibn Mesudi thoshte, kush dëshiron që të takojë Allahun si musliman, atëherë let kujdeset për këto namaze, për shkak se këto namaze realisht janë ritet e udhëzimit, traditës pejgamberit sa tha Allahu subhanahu i ligjeroi pejgamberit të tij ligje, rregulla të udhëzimit, e padyshim që namazi është prej tyre. Dhe thoshte Abdullah ibn Mesudi se në kohën tonë nuk ka pas mundësi që njeriu mos prezantojë në xhami vetëm se kur është ditë që është hipokrit i kolluar. Ka pas njerëzit të cilët kanë pas probleme me shëndet, mirë po e kanë marrë 2 persona, e kanë ngre, do thot e kanë bardh mbi supet e tyre me qëllim që të vijë dhe të prezantojnë në xhami, edhe qëndrojë dhe ta falë namazin në xhami. Andaj ardha në xhami, qëndrimi në xhami, pastaj falja e namazit,
pastaj pas faljes së namazit, qëndrimi në xhami, përmendja e Allahut, leximi i Kuranit, prezenca në ligjërata, gjitha këto janë prej shkaqeve të mirësive të Allahut azza xhel. Jo çdo kujt Allah ja jep. Nëse ta ka dhënë, atëherë di që kjo është mirësi, falenderoj Allahun vazhdimsi, sepse me të vërtetë i ka dhënë të mirat e dunjos dhe poshtë shpresoj që të japë të mirat e ahiretit. Ai i cili ka kët, vetëm se do jetojë i lumtur, i qetë, i rahatshëm, do jetojë me një jetë që nuk diskutohet për lumturinë brenda shpirtit dhe poshtë shpresohet për të që të hidhen në xhenetin e Allahut azza xhel. Elus Allahun që të bën prej tyre dhe elus Allahun që të na mëshiron, dhe elus Allahun që të na fal, dhe elus Allahun që të na bën prej atyre që i frekuentojnë xhamin vazhdimsi. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.